Përshëndetje miq, sot është një temë në lidhje me si të veproni me superanën e plot në dem, e dyta e radhës për këtë vit, që do të ndaj në dy pjesë. Pjesën e parë në lidhje me si të veproni me energjin e demit dhe pjesën e dytë me shtëpinë e demit për të cilën e kemi që të gjithë në grafikun ton të lindjes. Dhe ajo që do të arrim është që hap pas hapi, duke besuar në kohën tonë hyjnore, ne me të vërtet do të arrim në lidhjen tonë me shpirtin. Në këtë rast, kur të me shpirtin, do të thotë që duke qenë se ne jemi të hapur në univers dhe jemi duke ndjekur hap pas hapi ndryshimet dhe prandaj po ndiqni në këtë rast mësimet e nënës që është nëna jonë shëruese dhe kemi në brendësi të shpirtit, është që do të arrim që të gjithë do të arrim ashtu si ndryshojnë stinët, ashtu si ndryshojnë edhe fazat e nënësën, jemi dhe ne në këtë tokë mëm, ku ne do të shkojmë diku, ne do të arrim diçka në jetën tonë, pavarësisht se mund të ndodheni, ndoshta jeni një pjesë në fillim që keni lëndime, por që çdo gjë do të kaloj dhe kjo është mantra, edhe kjo do të kaloj për çfarë do lloj problemi që të keni. Dhe tjetra, unë i dorëzojmë shpirtit dhe të jeni të sigurt që duke qenë të hapur, ju hap pas hapi, duke ju dorëzuar shpirtit tuaj, do të arrini ndoshta brenda 6 muajsh që keni një ndryshim, por kur mos harroni se shpirti kërkon rritje, zhvillim, për arsye sepse jetojmë. Dhe për sa kohë ne jetojmë, ne do të ecim me ritmin e jetës, së ndryshimeve kozmike, në frekuencë, pra si që një njerëzore me një nivel më të lartë, por edhe në dridhjet tona, kjo është që edhe kjo hënë e demit kërkojnë që ne të arrim në ekuilibër. Ekuilibër do të thotë është fjala magji për gjithçka. Ne jemi që një njerëzore, mashkull, femër, energji, dhe kemi ardhur nga energjia, dhe sigurisht do ta lëmë këtë jetë po nga energjia. Pra ne jetojmë dhe ne vdesim. Ajo që duhet të dini, shpirti është i përjetshëm, dhe shpirti i Dianës është në shpirtin e djalit tim, e me radhë, ashtu sikurse shpirti i prindërve të mi është ke unë, dhe kjo është përjetësia e shpirtit. Shpirti mëson gjatë gjithë jetës, se kështu na ka krijuar krijesa, pra ne ndihmohemi sa vim në këtë tokë, jemi me fat se kemi ardhur të jetojmë, dhe jeta është sot për sot është në këtë tokë, dhe ndërkohë është që do të mësojmë dhe do të ndihmohemi, pavarësisht se si ndodhemi, që të gjithë jemi unik dhe që të gjithë e dini se ku ndodheni në këtë kohë, tani në këtë moment. Ajo që do të ndaj në dy pjesë, pjesën e parë është pra në lidhje me energjin dhe pjesën e dytë me shtëpinë. Por para se të filloj me energjin, ju lutem, sot është kjo hënë e mrekullueshme në dem, dhe sigurisht anat e plota fillojnë zakonisht në pasdite, dhe ajo që të bëni është duke përdorur këto mantra, do ju ndihmoj sado pak, pra përdorin gjatë këtij muaji dhe sot dini, shikoni nënën, vallxoni me të dhe përdorini këto mantra me qëllim që sigurisht ju ndihmojnë, jeni të lirë, askush nuk ju prek lirin, çfarë do lloj që to Diana është ndihmë për ju, po jeni ju që veproni në këtë, nëse besoni, veproni, nëse jo, është drejta juaj, por çdo individ është shqiptuar që të lidhet me veten. Në fund të fundit, shpirtin e kemi që të gjithë në brendësi, dhe ato pengesa për blokada që ne kemi janë jo vetëm në trurin tuaj, por janë edhe në trurin e zorëve, dhe kjo do të na liroj hap pas hapi për të kaluar çdo hënë
qop të plot, qop të re, ashtu si ndryshojnë stinët, do të ndryshojmë dhe ne nga ana e shpirtit tonë, sepse ne jetojmë në këtë tokë dhe jemi të lidhur dhe çdo gjë dhe gjithçka që ekziston, unë, ju, dhe gjithçka dhe çdo gjë ne jemi një. Që do të thotë ne që të gjithë e kemi zemrën, e kemi Zotin në zemër. Edhe që të gjithë qofshin kafsh e tjera, apo të gjalla, apo jo të gjalla, janë të lidhur me energjinë dhe ne funksionojmë me energjinë. Në këtë rast është që trupi jonë është esencë dritë dhe zemra jonë është që na drejton. Pra do të marrim përgjigjet dhe të matere ku ne jemi lidhur me zemrën tonë. Dhe kjo është koha të hapim zemrën. Ju mund t'jeni të ndërgjegjësuar, dini çdo gjë në botë, dini shumë për të tjerët. Ajo që nuk dini është, çfarë dini për veten tuaj? A e ndini se kush është vlera juaj? A e dini se pse keni ardhur në këtë tokë? Tani le të fillojmë. Mbajni shënim dhe shprehuni me nënën dhe ajo që është o gjithçka o asgjë. Për një pjesë është rezultat, pra do të ndjeni që keni arritur rezultat, për një pjesë e kuptoni që keni falur veten apo të tjerët, dhe ashtu sikurse jeni minjos për atë që keni dhe jeni të hapur për çfarë ju dëshironi, që të gjithë jeni unik dhe të jeni gati që të arrini atë më të mirën, sepse e meritoni, ju jeni të mrekullueshëm, ju jeni të denjë. E para, duke dalë në dritën e hënës hënë, unë i dorëzohem momenti tani dhe përqendrohem në të tanishmen. Që do të thotë, ju do të jetoni nga ky moment dhe në vazhdim me prezencën, me ditën e jetës, pra me atë ku ju drejton shpirti juaj. Tjetër është, unë lejoj heshtjen dhe qetësoj mendjen, duke lënë mençurinë e zemrës time të flas. Pra sa më shumë të heshtur, sa më shumë të lirë të jeni me veten tuaj, sa më shumë të lidheni me veten tuaj, hap pas hapi, pak nga pak, çdo ditë ju do të dëgjoni zemrën tuaj, do t'jeni në gjendje të dëgjoni këto rrajet të zemrës, dhe në momentin që dëgjoni rrajet e zemrës, oh my God, hapni krahët, se do të thotë që ju jeni lidhur me trupin tuaj. Pra ju jeni lidhur, jeni në gjendje të ndjeni trupin tuaj. Tjetër, gjithçka është në rregull dhe ashtu si duhet të jetë tani. Pra për të gjithë ju e ndjeni që të planoni, që si ju ndjeni, nuk ka rëndësi, edhe në qofse e ndjeni mirë, edhe në qofse nuk ndjeni mirë, përsëri të kuptoni që ju jeni në rrugën e drejtë, sepse ju po lirojeni. Ndërkohë është që unë jam qenie drite, jam vetëdije e pafundshme, e rrënjosur në tokë dhe e lidhur me qiellin, që do të thotë që ne që të gjithë jemi të lidhur, ne jemi komplet, ne i kemi dy energjitë. Pavarësi se në rolin viktim ne kemi qenë të njashëm vetëm me një energji dhe kjo nuk na lejonte që ne të arrinim pra në balans, në harmoni për të jetuar në një drejtim me jetën, pra në rrjedhën e jetës hap pas hapi, sepse duke jetuar të njëanshëm ka qenë ajo që ne kontrollonim jetën dhe sa më shumë ne kontrollonim jetën, aq më shumë ne shqetësoheshim, aq më shumë ne paralizoheshim. Dhe në këtë rast deni kërkon siguri, ashtu sikurse akrepi na sjell pasiguri. Ndërkohë të kuptoni që bëhet fjalë tjetër, dashuria, dëmshuria, mantër tjetër, dashuria, dëmshuria, mençuria e brendshme janë natyra ime, dhe është e vërtet, ne kemi ardhur nga dashuria, ne lidhemi nga dashuria, ne ndajmë nga dashuria, ne po ashtu edhe do ta lëm këtë tokë, po nga dashuria. Ne jemi të dëmshur, pse? Sepse ne kemi këtë ndjenjë, ne jemi të ndjeshëm çfarë do lloj sfidash që ne kemi kaluar, edhe pse ne nuk kemi ditur se si të ndjeshim, si të ndjenim këto,
është ne përsëri kemi jetuar, ne kemi ndjerë dhe kemi qenë njerëz të ndjeshëm, dhe jemi të ndjeshëm, sepse ne kemi ardhur me këtë zemër, kemi ardhur me këtë frym që na mban në jetë. Ndërkohë është të gjitha përgjigjet që unë kërkoj mund të gjenden në zemrën time dhe në trurin e zorrëve. Pse? Sepse në brendësi janë ato që ne do të gjejmë informacionin, do të gjejmë mençurinë, do të gjejmë energjinë që na mungonte. Dhe kush është energjia femërore? Energjia femërore krijuese. Kjo energji e butë, e dashur që na do më shumë, shpirti jonë që na do më shumë. Janë këto organe që ne na mbajnë në jetë, pra që të gjithë ne jemi të ftuar. Dhe kjo është përgjigje të ta merrni nga zemra juaj. Dhe sa më shumë në brendësi të yni, aq më shumë ju do të arrini në veten tuaj, në vlerën e vetes tuaj, në atë kush ju jeni. Tjetër është gjithmonë jam mbrojtur dhe udhëhequr nga diçka më e lartë. Dhe kjo është, ne jemi mbrojtur gjithmonë, çfarë do lloj sfidash që ne kemi kaluar, kjo zemër na ka mbajtur përsëri në këmbë. Pra ne jemi të mbrojtur, ne jemi të udhëhequr dhe kur them zemra është me të vërtetë Zoti. Doni apo nuk doni, po ju them Zoti ne e kemi në shpirtin ton. Kudo që të besoni, vetëm me shpirtin tuaj do të kuptoni që ju jeni e keni Zotin në brendësi. Dhe kur ju lidheni me këtë energji krijuese, mendoni nëna mban 9 muaj këtë fëmijë, mendoni kafshët lopa na jep qumshin, o mrekulli, pastaj me qumshin bëjmë produktet e tjera, delja qumshin edhe atë leshin e saj tjerë. Gjithsesi të kuptoni që çdo gjë është në lidhje dhe kur mos harroni ti thoni vetes që unë i dorëzohem krijesës dhe unë besoj në kohën hyjnore. Ktojni këto gjëra në çdo anë të plot. Mundësish, aq shumë që të keni në kokë, sa edhe kur rrini gjatë ditës, sepse kur arrini në veten tuaj, ju komunikoni vetëm me universin, shpirti juaj, pra universin, dhe në këtë rast, duke dërguar energji optimiste, oh my God, hapni krahët, se është një mrekulli. Sa më shumë optimist jeni në veten tuaj, aq më e bukur bëhet jeta jonë, dhe jo vetëm për veten tuaj, por për rreth dhe për të gjithë universin ton. Sepse në këtë univers të bollshëm gjithçka ekziston, është më tepër se mjaftueshme për të gjithë ne. Pra atë që nuk mund të arrijë mendja, e arrin shpirti jonë, sepse është me të vërtetë krijues. Ndërkohë, pak për ënën e plot është që kjo ënë e plot ka të bëjë me atë që quhet ëna e sakrificës, quhet ëna e ngricave, sepse është nëndori, pavarësisht se klimati në këtë kohë ka ndryshuar dhe ndoshta në Shqipëri është akoma bear. Gjithsesi në kohët e lashta njihet edhe si e përgjakur dhe prandaj e shihni në që është jo vetëm që është një super ëndë, se është afër tokës, por dhe një dritë, pra si e përgjakur, për arsye se në kohët e lashta njerëzit ternin kafshët në mirënjohje të plot fuqisë që na ka dhuruar dhe këto kafshë. Pra çdo gjë që ekziston në këtë univers është në mënyrë të perfeksioniste të krijuar nga krijesa. Ajo është krijesë, kjo është bukuria jetës tonë. Ne jemi thjesht krijues për ta zhvilluar dhe për të krijuar atë që misioni i shpirtit tonë, i çdo individi, por dhe drejtimi i jetës tonë është të mësojmë, të ndihmojmë dhe të krijojmë për njëri tjetrin. Duke qenë se është dhe ëna e sakrificës dhe për ne do të thotë që të gjithë deri në çfarë mase kemi sakrifikuar për diçka ose për dikë ose dikush për ju. Pra kjo është që ju kërkon me të vërtetë kjo sepse quhet ëna e sakrificës. Ndërkohë le të flasim në lidhje për energjinë. Energjia e demit është që ndikon shumë në elementin e tokës dhe në elementin e ujit. Duke qenë se është elementi i tokës, në këtë rast janë po ashtu
Virgjeresha dhe Briciapi, dhe elementi i tokës ka të bëjë me atë që të gjithë janë të vendosur, janë praktik, janë struktur, janë të organizuar, janë të qëndrueshëm, janë të bazuar, pra të disiplinuar, ashtu sikurse edhe elementi i ajrit në këtë rast, gaforja, akrepi, peshqit, që janë të ndjeshëm, janë shpirtëror, janë krijues, janë me energjinë e zemrës, janë empath, ashtu sikurse edhe emocional. Gjithsesi këto do t'i ndjejnë më shumë këto shenja, por kur mos harroni se dikon tek të gjithë ne. Pra tek të gjithë, dhe në këtë rast demi kërkon siguri, ashtu sikurse akrepi që do të bie dhe ëna e re në 20 nëntor, është kërkon me të vërtet, mund të ndjeni që ka pas siguri e të tjera, por gjithçka që bëhet është që ne të arrim hapasapi duke ndjekur shpirtin ton në atë që do të arrim, duke qenë se është edhe tema pasuri, zotërime edhe vetëvlerësim, dhe ne do t'i arrim këto, por vetëm atere kur ne të arrim në ekuilibër me dy energjit që kemi që të gjithë mashkull femër, energjia mashkullore mendja, energjia femërore shpirti jon, zemra jon, pra ta hapen zemra. Tani le të fillojmë në lidhje me energjinë, se si ndikon energjia e demit tek ne. Mësoni që është energji toksore dhe e qëndrueshme. Do të bëni këto 5 pyetje duke ulur me ditar. Sigurisht në plot ju keni filluar e keni ndjerë me emocione të zmadhuara, pra disa ditë, ashtu sikurse edhe këto 2-3 ditë, dhe duke qenë se është sot që po shfaq, të filloni që të veproni hapasapi. Mësoni që duke bërë dhe përgjigje në këtyre pyetjeve, ju do të vetëdjesojni, sepse jeni ulur me veten tuaj, dhe në këtë rast jeni, pra do të arrini që të lidheni edhe në lidhje me njohjen. E para, a kam qenë dembel apo shumë i but me veten time gjatë kësaj kohe? Ndërkohë, e dyta, a kam qenë shumë i fiksuar mbas paras dhe statusit tim, pra krenarisë tuaj apo identiteti, pra të që ju bëni në gjitha marrëdhëniet tuaja. Tjetër, a kam qenë kokëfort, xhelos, zotërues, posesues, pra që dikton, sepse i ka si demi, si akrepi, i ka këto energji të ulta, pra. Tjetër, a kam ngrënë shëndetshëm apo kam ngrënë në mënyrë të pashëndetshme? Jepini përgjigje. Ndërkohë, a kam lëvizur mjaftueshëm apo qëndroj në rutinë? Mesazhi i kësaj energjie është, duke i dhënë përgjigje këtyre, ju do të jeni në gjendje që të rrisni energjinë tuaj, pra të kuptoni se ku jeni dhe se çfarë të arrini, pra që të rrisni energjinë tuaj. Sikurse kjo demi kërkon dhe ekuilibër, dhe është këmbgulës, do që të jetë në strukturë në 2 këmbët e veta, dhe ajo që çfarë ju ndjeni, kush ju bën ju të kënaqur, për atë të praktikoni në jetën e përditshme, pra ekuilibri midis ndjenjës dhe asaj që ju jeni duke vepruar, pra çfarë jeni duke bërë. A jeni në ekuilibër me atë që ndjeni dhe me praktikën që do të bëni në jetën tuaj? Kjo është pak a shumë në lidhje me energji. Në lidhje me shtëpinë, duke qenë se ne jemi që të gjithë pra ne kemi në grafikun e lindjes, si nuk e kemi ne, duke qenë se demi udhëheqet dhe nga planeti Venus, dhe është i dashurisë, është i bollokut, është i bukurisë, që të gjithë ne i kemi këto gjëra, i kemi mrekullinë, ne jemi të vlefshëm, ne jemi të mjaftueshëm, ne jemi komplet. Atëre, në këtë rast bëhet fjalë që duke qenë se është dhe tema e demit, në lidhje me pasuri, në lidhje me zotrimet, në lidhje me vlerën, pra vlefshmërinë tonë,
Në këtë rast, duke qenë se ka të bëj me pasurinë, bëhet fjalë për paratë tona dhe në këto 2 javë që ju mund të ndjeni, është merrni thjesht frymë thellë me problemet tuaja financiare dhe duke marrë frymë thellë, duke qenë të qetë, duke u lidhur me trupin tuaj, vinde zgjidhjet që ju do të bëni në lidhje me problemin e parave. Ndërkohë kërkohet me të vërtet ajo që sjell në anë janë ndoshta ndjeni emocione që në lidhje me sigurinë, a ndjeni të sigurt, a ndjeni në strukturë, pra në këtë tokë, në stabilitet në 2 këmbët tuaja, se çfarë do të vazhdoni në jetën tuaj, dhe ashtu sikurse a e keni arritur në lidhje me vlerën tuaj, kush është ajo që ju keni vlerë dhe që ju bën ju, pra duke dëgjuar zemrën tuaj të ndiqni atë që me të vërtet ju keni vlerë, vjen nga brendësia e shpirtit tuaj, vjen nga përgjigjet e zemrës tuaj. Mesazhi i kësaj ëne të demit është që të gjithë ne duhet të gjejmë një ekuilibër midis asaj që ne bëjmë financiarisht dhe për atë që ne bëjmë për të tjerat. Pra për të parë, pra në ekuilibër me financat tona dhe me atë që ne bëjmë për të tjerat. Jeni të vëmendshëm në lidhje me të ardhurat që ju keni, ashtu sikurse dhe me detyrimet, borxhet që kemi në lidhje me taksat, në lidhje me detyrimet që ne kemi në jetën tonë. Ndërkohë, në lidhje me vlefshmërinë, mesazhi me vlefshmërinë, a jeni dhe po jetoni me vlerën tuaj, dhe nëse jeni duke në çdo lloj marrëdhënie dhe në këtë rast edhe në lidhje me a jeni duke punuar për të tjerë, a jeni duke punuar me veten tuaj, a jeni duke bërë atë që ju keni vlerë, dhe në qoftë se për shembull ju pëlqen puna ku ju jeni dhe e ndjeni që keni vlerë më tepër se si paguheni, diskutoni me punëmarrësin tuaj që për atë që ju keni vlerë dhe që është e arsyeshme për ata, sigurisht që keni shans për ta marrë edhe në lidhje për të krijuar dhe siguri, pra në këtë rast që punoni për të tjerët, por që keni vlerë dhe që e jepni atë, pra krijohet, pra ka mundësi që edhe të arrini në siguri edhe në financë, pra për një në rritje. Ndërkohë është nëse kërkoni që për dikë nga ju që doni të bëni në një blerje të çfarë do lloj natyre, është shansi që mund ta ju jepet mundësia për ta blerë. Pra në qoftë se e ndjeni që doni të blini diçka e tjera, që të gjithë jeni unik. Ashtu sikurse është për një pjesë nga ju që ndoshta jeni të kontrolluar ose të pushtuar dhe jeni të varur financiarisht nga dikush, mund të jetë partneri, prindri e tjerë, që të gjithë jeni unik, në këtë rast nëna ju fton që të uleni në veten tuaj dhe të vazhdoni se do t'ju të shliroj nga kjo lloj pushteti, kontrolli edhe varësie që ju keni, që të gjithë jeni unik dhe në këtë rast bëhet fjalë për parat, qoftë dhe për zotrimet, ashtu sikurse dhe për vlerën tuaj. Ndërkohë të kujdeseni nga ana e intimitetit me vete, me të tjerët, në fund të fundit, jo nuk keni pse, se çfarë ndodh, duke qenë se jetojmë në një botë për të cilën në këtë kohë ka shumë ndryshime të mëdha dhe kaos, ju shqetësoheni pra nga këto probleme dhe harroni intimitetin, e cila nuk është në ekuilibër në fund të fundit. Në këtë jetë ne duhet të krijojmë ekuilibër me njëri tjetrin. Lërini tjetër shanj, lërini më njanë problemet në lidhje me paranë, që do të thotë, duke qenë se është tema e parave zotrimeve, mund të ketë për një pjesë nga ju kulminant, pra mund të ketë zgjidhje në lidhje me problemet e çështjeve financiare. Për një pjesë nga ju mund mos ndjeni të sigurt në këtë dhe atëre do të përdorni këtë mantër me qëllim që t'i çoni trurit tuaj këtë informacion që të mos shqetësoheni. Nevojat e mia janë plotësuar.
unë jam i denjë dhe kjo ju liron. Ndërkohë, në këtë moment që të gjithë ju mund të jyni pra në një cikël financiar të qëndrueshëm, pra mund të ndjeni që jeni, pra si të thuash, është me të vërtet një qëndrueshmëri në lidhje me sigurinë tuaj financiare. Ashtu se kurse të kuptoni një gjë, vetëm vetë vlerësimi jonë, vetë vlerësimi që i bëjmë vetes për atë që ne kemi vlerë dhe për atë që ne veprojmë, do të arrim të tërheqim sigurinë tonë financiare. Pra do të tërheqim parat, ne nuk i bashkangjitemi gjërave, po ne bëjmë atë që ne na kënaq shpirti dhe hap pas hapi është sigurisht që ne do të tërheqim dhe sigurinë e paras, sepse në fund të fundit universi funksionon me para. Ne nuk mund të shkojmë kudo, pra të shkojnë në supermarket dhe të marrë mallin pa paguar. Kjo nuk ndodh, por të jeni të sigurt që me vlerën tonë ne do dim se çfarë ne tërheqim. Dhe në këtë rast, edhe ku bëjmë, mora shembull supermarket, dhe ku bëjmë ne pazar në supermarket, ne marrim gjërat për të cilën ky trup pra i shërben trupit, duke lënë mbas ato produktet e sheqerave që janë më të shtrenjta, por që dhe nuk na shërbejnë, se nuk janë të shëndetshme. Po kush janë të shëndetshme për ne? Sepse është dhe ajo që të arrim në vlerën tonë, si që bëra pyetjen, a jeni duke ngrënë të shëndetshëm apo jo? Në këtë kuptim, ne am gjërat që janë perime, fruta, çajra, ujin, e në që përse nuk e blini, ujin natural, zjeni ujin edhe lareni të ftofet e tjera, si pas me ambientin apo në frigorifer, si pas asaj që ju e pini, por të pini se uji është që na pastron, është ajo që na heq etjen, është ajo që është vital, është ajo që sa më shumë të ndjejmë, aq më shumë, edhe do të arrim në fuqinë tonë, në energjinë tonë. Tjetër është që ju mund të ndjeni shenjë tjetër, mund të ndjeni konflikt, pra në lidhje me luftë për pushtet, në këtë rast parat tona dhe në lidhje me detyrimet që ne kemi ndaj të tjerëve, ose dhe që nga ata çfarë na paguajnë të tjerët ne, pra jeni që mund të ndjeni në këtë rast emocione, pra ju punoni, po a janë ata duke u paguar ju atë që ju keni vlerë, ashtu sikurse edhe në lidhje me që ne po punojmë, po si po a jemi të rregullt në lidhje me detyrimet që kemi, sepse ne kemi detyrime ndaj të tretëve. Ndërkohë të kuptoni që të gjitha llojet e temave apo aktivitete që janë me të vërtet të thella dhe të errta, si në këtë rast seksi, vdekja apo taksat e të tjera, është që sjellin stres, është që sjellin turbullime në jetën tuaj, pra qoftë në seks, qoftë në frika e vdekjes, qoftë në detyrime që kemi janë, është vërtet që kur jemi të lidhur me këto aktivitete dhe në këtë kohë, në këtë krizë, në kohë krizash, që ndjehet akoma më shumë, sidomos në rritjen e çmimeve të tjera, kudo në çdo aspekt, sigurisht që sjell pra shqetësim, sigurisht sjell stres, por ne do të jemi realist, ne jetojmë realist dhe jemi realist që vendosja e rregullt e financave tona do të na bëjë që ne të bimë në paqe. Pra varësisht se ka pra kaos, ne të jemi në gjendje që ne të vendosim në rregull pra ato të ardhurat që ne kemi dhe detyrimet që ne kemi, duke që në falenderues për atë që kemi, të mos shpenzojmë pra pa nuk kemi të shpenzojmë më tepër se ç'duhet, por tash duke qenë të kënaqur me atë që kemi, të jemi në gjendje që me ato të ardhurat që ne kemi të mos kemi borxhe, me qëllim që të jetojmë pa stres. Dhe kjo është që demi e kërkon që ne të jemi në dy këmbët tona dhe duke jetuar pa stres, çfarë ndodh? Është që ne të rreqim se ne jetojmë me atë që ne kemi vlerë, me atë që ne kemi dhe ne sigurisht që jemi të hapur dhe apasapi atë që bëjmë sot na çon nesër dhe kjo është bukuria e jetës që të jetojmë të qetë në siguri, në stabilitet, në dy këmbët tona, edhe me vlerën tonë, edhe pse ne jetojmë në kohë krizash.
Dhe kjo sigurisht për ne që jemi lidhur me ndryshimet dhe me shpirtin, kjo është e lehtë se ne ndihmohemi, është energjia tërheq energjinë. Sa më shumë optimizëm të jemi, aq më shumë optimizëm të rreqim. Ndërkohë, për një pjesë nga ju, në qoftë se doni kërkohet çfarë jeni duke dhënë dhe çfarë jeni duke marrë. Le të themi që në qoftë se ju nuk doni që të punoni më për të tjerët, por doni të punoni për veten tuaj, atëre jeni të vëmendshëm me atë që çfarë doni të arrini me veten tuaj dhe ndoshta doni të largoheni dhe të shkëputeni nga me të tjerët dhe të punoni për veten tuaj. Për një pjesë mund të jetë që ndoshta ndjeni që jeni të varur edhe të varur nga partneri juaj apo nga dikush tjetër apo dhe punëdhënësi juaj dhe qëndroni me atë që frikse, sigurisht ju do të ndihmojeni të shkëputeni nga iluzioni për arsye sepse kjo na ndihmon. Pra ju jepet mundësia që me të vërtetë të lidheni me veten tuaj sa më shumë dhe duke u lidhur me veten tonë, duke gjetur vlerën tonë për atë që ne kemi dëshirë, ne jemi të hapur sepse universi është i bollshëm. Është ka më tepër se mjaftueshëm për të gjithë ne. Për këtë jeni të sigurt, por gjini vlerën tuaj kush ju jeni, sepse kjo zemër mban misionin e shpirtit, drejtimin e jetës, dhe sa më shumë në brendësinë të lidhemi, sa më shumë ne të lirojmë fëmirin tonë të ershëm, aty është dhuntia juaj, është talenti juaj për të cilën edhe nëse nuk e keni përdorur, e përdorni tani, sepse energjia nuk njeh moshën e njeh trupin. Diana kur nuk kishte menduar që do vinte para jush si një shërues shpirtëror, sigurisht i plagosur në fillim, por tani i shëruar, ashtu sikurse dhe punëtor drite, sepse kam ndihmuar gjithmonë njerëzit, por tani di si të ndihmoj, di sepse kam vuajtur vetë dhe e di që njerëzit janë të vuajtur dhe për këtë rast unë ju ndihmoj dhe e vetmja mënyrë për të ndihmuar është që ju merrni në këtë rast, unë ju motivoj, unë ju jap optimizëm se ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, por jeni ju dhe vetëm ju që duke u lidhur me brendësinë tuaj, me brenda në trupin tuaj, që do të arrini në vlerësimin tuaj dhe vlerësimi jonë të rreq paran, atë që ne jemi, atë ne të rreqim. Të kuptoni që ne që të gjithë e meritojmë të jetojmë jetën, sepse bolloku ekziston për mua, për ju dhe për të gjithë ne. Për të gjithë, por me vlerën tonë dhe është koha që të gjithë të ulemi dhe që të gjithë e dini se ku ndodheni. Ndërkohë, çdohen e plot që të gjithë jeni të sigurt të kërkon falje për veten, ashtu dhe për të tjerat. Ne jemi që një njerëzore, ne nuk jemi perfekt. Perfekcionizmin e ka krijuar Perëndia, na ka dhuruar gjithçka, ne jemi krijues, por ne arrim të jemi me të vërtetë dhe të bëjmë atë që ne jemi, vetëm atëre kur ne do të falim veten se shërohemi dhe do të falim të tjerët se lirohemi. Do të jemi mirënjohës për atë që ne çdo ditë kalojmë, për çfarë jemi mirënjohës, për ditën ne jetojmë, vetë fjala që ne jetojmë, ne duhet të jemi mirënjohës. Pa le pastaj gjërat të tjera që keni familje, keni fëmijë, keni çfarë do lloj, keni çatim mbi kokë të tjera, pra çdo gjë ekziston, keni ngrënë, keni me pikë, keni të gjitha mrekullinë, keni diellin që na ngroh, nënën që na shëron, yje që na mençurojnë të tjera, tokamëm që është pjellore, si ndryshojnë stinët, ndryshojnë dhe ne, dhe së fundi. Të falni në këtë rast duke qenë se është përpara anë, ju do të falni situatat që ju keni patur dhe ju ndihmojeni në lidhje me para ndoshta i varur nga partneri juaj, pse keni qenë i varur dhe tani kjo energjia e demit ju ndihmon, pra në këtë rast na ndihmon, por duke hyrë me të gjithë personat që ju keni patur në këtë rast lidhje me parat, ndoshta keni pas borxhe, ndoshta ju kanë marrë borxhe dhe mbani inate, zemërime, hidhërime për të cilën nuk janë gjë tjetër, në qoftë se nuk arrini të lironi veten nga këto, pra të falni veten se shërojni, të falni të tjerë se lirojni, pavarësisht se ka patur
pra keq kuptime, kanë qenë lëndime, tani ne po jetojmë, qaliku iku ne nuk mund ta kthejmë, por duke krijuar faljen, pra uluni, në këtë kohë, me kë keni pas probleme në lidhje me paran, jepni me ndeshmëri, me vërtetësi, planoje, si ka qenë situata, njihe atë, dhe duke i dhënë falje, pra edhe mirësi dhe dashuri, ju do të lirojeni. A jeni gati? Veproni. Kjo është pak a shumë veprimi për këtë dhe për çdo të plot, të jeni të vëmendshëm që falja dhe mirënjohja janë që kërkohen nga të gjithë ne. Dhe me mua mirëpafshim deri në video tjetër. Faleminderit.